I gjithë ky diskutim brenda LDK-s ishte shumë brenda kornizës partijake, derisa dje nuk doli kryetari Lumir Abdigjiku për të bërë një shpjegim të çuditshëm të asaj që po ndodh brenda partisë. Dhe dua ta lexoj reagimin e kryetarit Abdigjiku për t'i dhënë pak kontekst kësaj që po flasim. Thotë, të dashur mbështetës dhe qytetar të lirë. Kjo qytetar të lirë, i bie që ka qytetar jo të lirë dhe të lirë çuditshme. Sulmet e sinkronizuara ndaj LDK-s të nisura që nga përfundimi i zgjedhjeve nuk janë as të rastësishme dhe as të paqëllimshme. Ato rikulmuan edhe sonte në sinkron. Janë sulme që për target pështym kanë merreni me mend partinë e vendit tretë. Ne sërish për të satën herë nga vendi i tretë, siç na kujtojnë këta si të parëndësishëm, jemi fajtorët kryesor për secilin gjë në këtë vend. Në këto sulme të përmendura në sinkron janë bërë bashkë kundërshtar të rinjët vjetër të lidhjes dhe të gjithë ata që ndjejnë se kanë humbur hapin me hapjen e madhe që në LDK ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodh.